I pranishëm në konferencë, presidenti i Republikës Bajram Begaj, duke përshëndetur konferencën, kërkoi akses të plotë të barabartë për qytetarët në sistemin e drejtësisë, sipas të cilit duhet të zvogëlohet numri i dosjeve të mbartura, çka mbetet edhe sfidë për drejtësinë në vend. Është kënaqësi që sot ju drejtohem në këtë konferencë të rëndësishme për drejtësinë dhe demokracinë në rajonin tonë. Ju përgëzoj për organizimin e kësaj konference, nderuar kryetar, sidomos në Vlorë, në Shqipëri, dhe vlerësoj këtë nismë të kryetarëve të gjykatave të larta të Europës qendrore dhe lindore si mjaft të dobishme për dialogu, shkërbimin e eksperiencave më të mira dhe bashkëpunimin në fushën e drejtësisë. Ju, gjyqtarët më të lartë, mbani me supe një përgjegjësi mjaft të madhe. Jemi garant të drejtësisë, duke siguruar respektimin e ligjit, ruajtjen e lirive dhe të drejtave themelore të qytetarëve, si dhe ndërtimin e besimit publik. Ky kërkon profesionalizëm, kërkon integritet dhe një ndjenjë të lartë dhe të thellë përgjegjësie publike. Aspiratat tona për drejtësi janë të përbashkëta. Qytetarët tanë presin dhe meritojnë drejtësi të pamundshme, të barabartë, transparente, efikase dhe të shpejtë për të gjithë. Një drejtësi e vonuar, në fundit është një drejtësi e mohuar. Për ministrin e drejtësisë Ursi Manja, temat që do trajtoj konferenca janë thelbësore për sistemin e drejtësisë, ndërsa theksoi se reforma në drejtësi pati qëllim rikthimin e besimit të publikut tek gjyqësori. Për organizimin e kësaj ngjarje që mbledh së bashku mendje të mbritura të sistemit gjyqësor ndërkombëtar. Kjo është një mundësi e shkëlqyer për të ndarë përvoja, për të reflektuar mbi sfidat e përbashkëta dhe për të ndërtuar ura bashkëpunimi midis jurisdiksioneve. Të nderuar të pranishëm, temat që do të trajtohen në këtë konferencë janë më aktuale dhe më thelbësore për funksionimin e një shteti të së drejtës, efikas dhe të besueshëm për qytetarët. Së pari, besimi publikut gjyqësor është themeli i çdo sistemi demokratik. Reforma jonë në drejtësi, e nisur mbi 10 vjet më parë në 2014, ka pasur si objektiv pikërisht rikthimin e këtij besimi përmes një pastrimi të sistemit dhe rritjes transparencës, integritetit dhe profesionalizmit në gjykata dhe në provori. Shqipëria ka marrë investimin më të madh për menaxhimin digjital të sistemit të drejtësisë. Ky investim siguron që sistemi i drejtësisë të jetë nga më modernët dhe të aksesojë në kohë reale qytetarët me drejtësinë, përfundoi ministri Manja. David Campbell, kryetar i gjykatës së Arizonës, në fjalën e tij vlerësoi qëllimin e konferencës. 15th Conference of Chief Justices of Central and Eastern Europe. Mendoj se qëllimi i kësaj konference është të krijojë hapësirë për të shkëmbyer ide, zgjidhje që dhe mund t'i kemi dhënë, dhe kjo është praktika. Eksperiencat personale të secilit janë ato që bëjnë diferencën, duke i ndarë së bashku ne mësojmë. Ndërsa Robert Strang, drejtor ekzekutiv i Institutit Celi, e shpreu mendimin në mënyrë metaforike. We have supported that work since the launch of the... Për mendimin tim, salla e gjyqit është aksesueshme, është e pavarur, është si një lulishte e bukur dhe kjo konferencë do na tregoj se si t'i krijojmë ato kopshte. Më pas konferenca vijoi agjendën e saj në disa sesione. Çfarë roli ka gjykata e lartë në harmonizimin e ligjit në vendin tuaj? Si trajtohen precedentët gjyqësor kontradiktor? A janë këto raste për apel automatik ose shqyrtim të përshpejtuar? Çfarë strategjish keni përdorur për të rritur sigurinë dhe parashikueshmërinë ligjore, si shpërndan vendimet gjyqësore për të siguruar interpretim më të unifikuar, marrëdhënia mes jurisdiksionit vendor dhe atij ndërkombëtar. Çfarë ndikimi kanë kuadrot ligjor ndërkombëtar në gjykatat kombëtare? Si duhet të balancojë gjykata e lartë sovranitetin kombëtar me detyrimet ndërkombëtare? A mund të jepni shembuj konkret të vendimeve ndërkombëtare që kanë ndikuar në të drejtën vendase? Si ndihen qytetarët për ndjekjen e udhëzimeve gjyqësore ndërkombëtare? Temat këto të diskutuara në konferencë nga gjyqtarët pjesëmarrës, ndërkohë që konferenca do të zhvillojë punimet në 2 ditë në Vlorë.